të nderuar bashkëqytetar. Para një viti, mora përgjegjësinë për të udhëhequr Ministrinë e Shëndetësisë. Nuk ishte një periudhë lehtë, as një sistem ku problemet mund të zgjidhen brenda natës. Shëndetësia është një nga sistemet më komplekse dhe më të ndjeshme në shtetin tonë. Një sistem ku çdo dobësi e ndjen pacienti, çdo vendim ka peshë njerëzore, ndërsa çdo vonesë do të thotë kohë e humbur për të gjithë ata që kanë nevojë për kujdes. Gjatë këtij viti, nuk kemi dashur të kryejmë përshtypje se gjithçka është zgjidhur. Përkundrazi, nisëm nga e vërteta. Shëndetësia ka dobësi të trashëguara, shëndetësia ka organizim të pamjaftueshëm, qasje të pabarabartë në shërbime, mungesë në kuadro. Gjithashtu, infrastrukturë e vjetër dhe një sistem që për shumë gjatë ka funksionuar me dokumente të në letër, me të dhëna të fragmentuara dhe me mungesë të planifikimit afatgjatë në shëndetësi. Prandaj, qëllimi im është të mos i lënë problemet pasdore, por të fillojmë të zgjidhim ato në mënyrë sistematike. Gjatë vitit të kaluar, hodhëm themelimin e një drejtimi të ri në shëndetësi, një sistem shëndetësor që planifikon, që mat, digitalizon dhe një sistem që merr përgjegjësi. Gjithashtu filluam procesin e transformimit digital. Pacienti nuk duhet të lëvizë me dosje në dorë, me raporte nga një institucion në tjetrin. Të dhënat duhet ta ndjekin pacientin, ndërsa sistemi duhet të ndihmon mjekun për të marrë vendime të shpejta dhe vendime të sigurta. Gjithashtu, vendosëm lista transparente të pritjes, sepse qasja e drejtë në shërbimet shëndetësore është baza e besimit në shëndetësi. Filluam me telemjekësinë në Dibër dhe në Delçev, sepse njohuritë specialistike duhet të arrijnë tek qytetarët e veçanërisht tek ato tek rajonet në të cilët do duhet të udhtojnë deri në Shkup. Paralelisht, punuam edhe në infrastrukturë. Shëndetësia nuk mund të jetë e fortë nëse e gjithë bara e shëndetësisë është e përqendruar në kryeqytet. Prandaj, rajonalizimi është një nga politikat tona më të rëndësishme për sistemin shëndetësor në shtetin tonë. Investimet në Shtip, në Tetov, Kërçov, Strumic, Manastir dhe qendra të tjera rajonale janë mënyra që pacienti mund të merr shërbime shëndetësore në vendin e tij ku jeton. Furnizimi me 100 ambulanca të reja, rikonstruimi i sallave operative dhe forcimi i spitaleve rajonale janë pjesë e të njëjtës qasje e cila çon deri në një sistem shëndetësor më të shpejtë, më të qasshëm dhe më të zhvilluar në mënyrë më të barabartë për të gjithë qytetarët në vendin tonë. Vëmendje të veçantë i kushtuam edhe punonjësve shëndetësor në shtetin tonë. Asnjë aparat, asnjë sallë, asnjë platformë digjitale nuk ka vlerë pa njerëzit që do të dinë ta mbajnë këtë sistem shëndetësor. Prandaj, po punojmë për planifikim më të mirë të kuadrit, programe të reja të specializimit dhe subspecializimit, trajnime praktike më të fuqizuara dhe vlerësim më të mirë të punonjësve. Sistemi shëndetësor duhet të mbajë dhe të motivojë dhe të mbështesë njerëzit e tij. Këtë vit krijuam edhe politika të rëndësishme të shëndetit publik. Projektliqi për mbrojtje për përdorim të produkteve të duhanit ose produkteve të ngjashme është një nga hapat drejt një hapësire publike më të shëndetshme, drejt një mbrojtje për fëmijët, jo duhanpirësit dhe punonjësit në sistemin tonë. Ky nuk është një ligj kundër duhanpirësve, ky është një ligj për shëndetin e qytetarëve tonë. Punua edhe në tema të ndryshme të ndjeshme, si onkologjia, dhurimi i organeve, transplantimi, trajtimi i obezitetit tek fëmijët dhe protokollet e krizës, tema që kërkojnë humanitet, përgjegjësi institucionale dhe vazhdimsi. Shëndetësia duhet të jetë një sistem që nuk reagon vetëm kur ndodh kriza, por një sistem që mëson, që përgatitet dhe parandalon krizat në shtetin tonë. Pas një viti, vlerësimi im është se nuk jemi në fund të reformës. Ne jemi në fazën e saj më të rëndësishme, në fazën në të cilën sistemi fillon të vendoset mbi baza të reja. Kemi ende shumë punë për të bërë, por sot e dim më qartë se ku po shkojmë, drejt një shëndetësie që është e lidhur në mënyrë digjitale, e planifikuar nga aspekti i kuadrit, e fuqizuar në aspektin e infrastrukturës, më e barabartë në nivel rajonal dhe e orientuar drejt pacientit.
Shëndetësia zhvillohet me vendime, me punë më të mëdha, me njerëz dhe me përgjegjësi personale. Vazhdojmë të tjerë.